Më 16 maj udhëheqësit nga e mbar Evropa do të mblidhen në sheshin Skënderbej në qendër të Tiranës për samitin e Komunitetit Politik Evropian. Ide e presidentit të Francës Emmanuel Macron si përgjigje drejt për drejt ndaj luftës në Ukrainë. Komuniteti Politik Evropian mblidhet në nivelin më të lartë 2 herë në vit, teksa kryesuesi i saj ndërrohet ndërmjet 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe 20 vendeve që zbojnë pjesë në BE. Tani është rradha e Shqipërisë dhe ngjarja do të jetë një farë arritje kulmore për kryeministrin shqiptar Edi Rama në pushtet që nga viti 2013. Ai tashmë është një prej drejtuesve më me përvojë, teksa takimi do të mbahet vetëm 5 ditë pas zgjedhjeve parlamentare në Republikën e Ballkanit Perëndimor, në të cilën e para doli sërish Partia e tij socialiste. Brukseli e vlerëson lart Ramën, ndërsa zyrtarët e Bashkimit Evropian e lavdërojnë atë për aftësinë e tij diplomatike dhe për mprehtësinë e tij. Pasqyrimi i kësaj është fakti se Shqipëria brenda një viti ka hapur shumicën e kapitujve të negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, teksa pritet të hapë më shumë të tjera deri në fund të këtij muaji. Komuniteti Politik Evropian nuk është organizëm i BE-s, as nuk është zëvendësim për anëtarësimin në BE, siç friksohen disa vende që aspirojnë të bashkohen Bashkimit Evropian. Ajo është në thelb forum për diskutime që nuk prodhojnë zyrtarisht rezultate konkrete apo komunikata përfundimtare. Ajo s'ka vend të përhershëm apo sekretariat. Përderisa mediat po mundohen ta shpjegojnë se çfarë saktësisht është apo si cilit qëllimi shërben ajo, duke patur parasysh faktin se ekzistojnë as shumë institucione të tjera europiane, si Këshilli i Evropës dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE. Sa për t'i përmendur disa, udhëheqësit duket se i kanë për shef samitet e Komunitetit Politik Evropian. Arsyeja prapa kësaj mund të jetë fakti se KPE-ja ka koreografi minimale zyrtare krahasuar me për shembull samitet e Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior dhe të BE-s, të cilat ndjekin protokolle të rrepta. Sigurisht ka ceremoni hapse, ka seancë plenare dhe ka fotografi të përbashkëta. Udhëheqësit më pas ndahen në 3 tavolina tematike që përqendrohen mbi sigurinë, konkurrueshmërinë dhe migracionin. Pjesa më e madhe e tubimit një ditor, megjithatë mund t'i përkushtohet takimeve të ndryshme, të planifikuar dhe spontane bilaterale, të cilat shpejt mund të shndërrohen në takime më të mëdha në rast nevoje. Samiti zhvillohet pa shumë ndihmës këshilltar të akredituar, që mundëson shumë takime dhe grumbullime të shpejta diplomatike me ushqim dhe pije me bollëk. Tubimi ofron një farë lirie dhe kreativiteti në pjesën e tyre, kryesisht të strukturuar, siç është shprehur një diplomat. Në samitet të mëparshme të KPE-s pati orvatje politike për të përbashkë me një tavolinë udhëheqësit të Armenisë dhe atë të Azerbajxhanit, në shoqërinë e udhëheqësit të Francës dhe atij të Gjermanisë. Por përpjekje të tilla nuk pritën këtë herë, ndonse ato nuk mund të përjashtohen kurrë. Kush do të vi? Deri më tani askush nuk i ka refuzuar ftesën që i ka shkuar të gjitha vendeve europiane, me përjashtim të Bielorusisë, Rusisë dhe Vatikanit. Pjesëmarrja do të jetë kryetaret e Këshillit, Komisionit dhe Parlamentit Evropian, ashtu sikur se tha dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte. Ky do të jetë takimi i parë multilateral dhe për kancelarin e ri gjerman, pritet të marrë pjesë edhe presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski, dhe nëse një gjë e tillë nuk konfirmohet deri në minutën e fundit. Udhëheqësi turk Recep Tayyip Erdogan gjithashtu pritet të shkojë pasi kishte munguar në disa prej samiteve të mëparshme të KPE-s. Kryeministri Gjeorgjan është ftuar të marrë pjesë sikurse samitin e fundit në Budapest në nëntor. Diplomatët e BE-s janë vendosur të theksojnë se takimi në Tiranë i KPE-s dhe jo i BE-s, duke patur parasysh se kjo e fundit ndjek politikën e mosangazhimit me zyrtarë të lartë gjeorgjan pas zgjedhjeve të kundërshtuara parlamentare në Gjeorgji tetorin e kaluar. Nëse Kobakhdze merr pjesë, do të jetë interesante të shihet se si do të reagojë udhëheqësi i BE-s. Ngjashëm do të jetë interesante të shihet se cila do të jetë çësia e udhëheqësve karshi presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Slovakisë Robert Fico, të cilët morën pjesë në paradën për ditën e fitores në Moskë më 9 maj, duke qëndruar për krah Vladimir Putinit. Fico është kryesisht i izoluar në nivel të BE-s, ndonse nuk pritet të përballet me ndonjë sankcion apo ndëshkim pas udhëtimit në Moskë. Brukseli e kishte paralajmëruar Vučićin të mos shkonte në Rusi, duke theksuar se si kandidate zyrtare për anëtarësim në BE, Serbia duhet të ndiqte politikat e jashtme të bllokut. Por duket se as Vučić nuk do të përballet me ndonjë mas. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian ka konfirmuar në një bisedë në off the record para samitit në Tiranë se Serbia do të mbetet vend kandidat dhe se nuk ka konsensus mes shteteve anëtare të BE-s për vënie sanksionesh ndaj saj. E vetmja pasojë për Serbinë do të jetë mospranimi në rrugën drejt anëtarësimit në BE, diçka që shon fort pesh. Me që Republika Ballkanike nuk e ka hapur asnjë kapitull negociatash në 4 vitet e fundit. Në 14 maj, shefat e mbrojtjes së Aleancës Ushtarake 32 anëtarëse do të mblidhen në Bruksel për takimin e tyre të fundit
Para samitit të NATO-s në Hag, muajin e ardhshëm, mbështetja për Ukrainën dhe për misione, operacione dhe planet e mbrojtjes së NATO-s do të jenë në krye të agjendës. Në të njëjtën ditë, por në vendpushimin bregdetar turk, Antalya, Rutte do t'i mbledh ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s për një takim jo formal dytor. Kubimi është kontrovers për shkak se politika shtypse të Turqisë ndaj opozitës, sidomos burgosit sekretarit të Stambollit Ekrem İmamoğlu, së voni.